Se është rakia e mirë të Rozafa. Mos qesh ti kujtim, se gjusë në pi ti. Rakia është e mirë se e bojmë vetë për zotni. Ja rushi, do thoni sa jo më lësht. E provojmë me dorë më zotni, atë një gishti është e omël. Mere kujtim put atje. E zot në ruj, zot në ruj. Mas i e shlypim, e pastrojmë komplet. Ku ka në i fuqi që e ke marru? Ku ka në i fuqi? I ke përjasht. Hade këtu. Prek ne, mas ne e morim. Ku janë Allah? Fuqiat. Ku janë fuqiat që janë plotëre? Ha! Afroj që i kamerën, afroj. Shi si e keni mërë vla mu shive. Mushtin, mërë shatë ligat. Sa ditëri kujdimo? Sa ditëri të këto? Sa? 8 ditë deri në 10 ditë ne e marrim në përfuqia, mas ne e shkojmë e bëjmë në katunin që e shijon rakin në Mollas. Në Mollas do bëjmë fest në Mollasit duke bërë këtë rakin. Rakin e bëjmë vetë, vajnë e ullinit e bëjmë vetë, peshkun e zemë vetë. Në Fier tash do bëjmë të gjitha serat komplet bio, Rozafa brenda 12 muajve do bëhet 100% bio. Respekte.